Veç i mashtron, i thirr njerëz, pjaunroj venet, i thirr njerëz për shpollën konkurs 500 vjet. Apo korporata energjetike e kege dos kompani publike, cilla menaxhore të kompani publike, a? A ku ka kompani publike? Po, i kam pru pe Mitrovice, pe Skënderajt me autobusa. Halil, se duhet kryetari me punësu njerëz? Se duhet kryetari me punësu njerëz, po kryetari duhet me mbrojt të drejtën qytetarëve, ashtu siç kom jam mbrojtone. Edhe din qytetarët. Unë e mboj fjalën. Sot korporata energjetike e Kosovës ka 1700 punëtor mungesë për arsye se në kohë të çfarë ndikimi ke pas ti në kek me i punësu këta njerëz? Unë nuk kam pas qysh po më ndonë, ndikim. Unë po flas. Si deputet të prej që komandë une me vetë vendosjen, jo më punësu 700 veta. Ky veç i mashtron, i thirr njerëz, pjaunroj venet, i thirr njerëz për shpollën konkurs 500 vjet. Apo korporata energjetike e kege dos kompani publike, cilla menaxhore të kompani publike, a? A ku ka kompani publike? Po, sa mandati e kryetarti? A i ke ngrit zonën aja për këtë? Gjithë. Qabre, sa vet i ke punësu? Sa vet jam punësu në kohën tonë, zëtëri përveç vllahut tënë? Sa vet jam punësu? I kanë pru, o zëti Goshi, i kanë pru pe Mitrovice, pe Skënderajt me autobusa. Halil, se duhet kryetari me punësu njerëz? Se duhet kryetari me punësu njerëz, po kryetari duhet me mbrojt të drejtën qytetarëve, ashtu siç kom jam mbrojtone. Edhe din qytetarët. Unë e mboj fjalën, sepse ky orrant është shpevc edhe mashtrues. Mirë, a muj mos më ofendu? Në vitin 2013, po ofendon vazhdimisht. E di, edhe këtë ta mashtrues, po edhe ti po i thu rrenc. A muj pa ofendime. E din qytetarët, kush është mashtruesi, e din kush është rrenc.